Por nëse pas një kohe relativisht të them objektive, se nuk mund të them 6 muaj, një vjet, se ja Turqia 3 vite pastaj sheh rezultate kështu me radhë, po ja, optimal, një periudhë optimale ju e dini sa është. Nëse e shihni se nuk funksionon, do të merrni përgjegjësi? Çdo institucion i cili krijon një sistem, do të krijon edhe sistem për ta implementuar këtë politikë që e ka krijuar, këtë ligj që e ka krijuar. Pra Ministria e Shëndetësisë krijon politikat për shëndetësi dhe për mbrojtje të shëndetit të qytetarit dhe deri këtu Ministria është e obliguar dhe të ketë përgjegjësi për çdo ligj. Pra në përgjigjen e juaj a do të kem përgjegjësi unë si ministër? Po, detyrimisht si ministër duhet të kesh përgjegjësi nëse një ligj nuk të implementohet si duhet, të marrësh masa ta optimizosh implementimin apo ta realizosh në jetën e përditshme. Përndryshe çdo ligj i cili sillet dhe nuk implementohet është më i dëmshëm se sa mos ketë ligj. Unë jam i vetëdijshëm për këtë pjesë.